Të lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Sot në emisionin Litani të Zojës së Bekuar, jemi të ftuar të hyjmë në një meditim të thellë shpirtëror mbi një nga titujt më të bukur të Nënës së Zotit, Visari i përshpirtshëm. Ky emër na çon drejt misterit të zemrës së pastër dhe të mbushur plot me hir të Zojës së Bekuar, e cila është si një enë e zgjedhur nga hyi, e zbrazët nga vetvetja dhe e mbushur plot me praninë e tij. Në dritën e shkrimit shenjtë dhe të meditimit të kishës, do të kuptojmë se ky visar nuk është pasuri e jashtme, por një zemër e mbushur me shpirtin e shenjtë dhe e hapur plotësisht ndaj Jezu Krishtit. Në të gjejmë shembullin e shpirtit që nuk mbahet peng nga egoizmi, por bëhet vendbanimi hyjit dhe burim hiri për botën. Le të hapim zemrat tona dhe të lejojmë që këto fjalë të na udhëheqin drejt një jete më të thellë në përshpirtëri dhe dashuri. Shpirti im është më i ëmbël se mjalti. Lexojmë tek libri Siracidit 24:27. Bimet e tua janë një kopë shegësh me fryte më të zgjedhura, selvi me nard dhe shafran, kallam i ëmbël dhe kanell. Me të gjitha pemët e Libanit, mirë dhe aloe, me të gjitha erzat më të zgjedhura. Ngrihu o erë e veriut dhe eja o erë e jugut. Fry mbi kopshtin tim dhe le të përhapen aromat e tij. Lexojmë tek libri Kënga e Këngëve 4:13-16. Një enë bëhet gjithmonë me qëllimin që të mbajë diçka. Ajo duhet të jetë zbrazët brenda, sado e bukur në formë apo e punuar me finesë. Nëse do të ishte e mbushur plotësisht, nuk do të ishte enë. A nuk jam shpeshherë dhe unë kaq i mbushur me vetveten, në format e saj të shumta dhe maskimet e saj të holla, sa dukem si një blok i ngurtë egoje? Brenda dhe jashtë i njëjtë, pa lënë vend për asgjë tjetër në mua. Jo kështu Maria, e zbrazët nga vetja dhe nga kërkimi i vetës. Zemra e saj kishte vend për gjëra të mëdha. Me çfarë ishte e mbushur? Engjëlli Gabriel na thot se ishte plot hir. Nuk mund të themi se një enë është plot me një gjë të caktuar, nëse ka edhe të tjera brenda. Por Maria ishte plotësisht e mbushur me hir, e pastër pa përzierje. Ajo ishte visari i përshpirtshëm. Çfarë natyre kishte shpirti brenda saj? Ajo vetë në thot, shpirti im është më i ëmbël se mjalti dhe bojza e mjaltit. Dhe me njëherë na vinë në mend fjalët, sa i ëmbël është o Zot shpirti yt. Nuk është çudi që shpirti i shenjtë zgjodhi për bashkëshortën e tij, kur kishte tashmë kaq shumë nga shpirti i tij në të. Nuk është çudi që lexojmë, në të është shpirti i kuptimit, që është një nga dhuratat e tij. Maria ishte e mbushur me njohjen e hyjit. Ajo e kuptonte atë dhe udhët e tij në një shkallë më të lartë se çdo krijesë tjetër. Dhe nëse Zoja jon ishte plot hir kur erdhi i dërguari qiellor, sa shumë duhet të jetë zgjeruar zemra e saj për të përmbajtur atë vërshem të madh që do të vinte mbi të. Spiritus Sanctus descendent in te, tha engjëlli. Shpirti i shenjtë do të zbriste mbi të. Por visari i Maris ishte gjithmonë i gatshëm të zgjerohej.
aq e ndjeshme ishte ajo ndaj çdo shenje të vullnetit të hyjit. Megjithatë, bollëku i hirit që mori nuk e bëri kurrë ta shpërdoronte atë. Ne e dim sa lehtë humbet dhe shpërdorohet hiri hyjnor. E marrim dhe shpejt duket sikur nuk e kemi pasur fare. Harrojmë se shpirti largohet shpejt nëse nuk mbahet mirë i mbyllur në një enë të sigurt. Maria nuk e la visarin e saj të hapur, por i ruajti të gjitha këto gjëra në zemrën e saj. Ajo nuk i shfaqi haptazi hiret e saj. Edhe Shën Jozefi, miku i zgjedhur i hyjit, nuk u bë i vetëdijshëm prej saj për gjërat e mëdha që u vepruan në të. Ajo kishte brenda vetës një burim hiri, të cilin e mbante të vullosur. Ajo ishte burimi i vullosur për të cilin flet kënga e këngëve. Megjithatë, ashtu sikur derdhet një lëng me aromë të fortë në një enë dhe e gjithë dhoma mbushet me erën e tij, kështu ishte edhe shenjtëria e Marisë. Aroma e saj përhapej në gjithë shtëpinë. Dhurova aromë të ëmbël si kanela dhe valsami aromatik, dash erë të këndshme si mira më e zgjedhur, dhe e parfumova banesën si storaksi dhe si temjani i pastër. O nëna ime, sa i ndryshëm është shpirti im nga yti. A nuk janë fjalet e mia shpesh të mbushura me vetveten, apo edhe më keq, të përziera me hidhësi dhe ashpërsi? Në vend të qumshtit dhe mjaltit, a nuk është si helmi në gjuhën time? Më fito prej bashkëshortit hynor këtë hir, që kur të them, eja, veni Sancte Spiritus, këtë ftesë që e përsëris kaq shpesh, por shpesh pa vëmendje, lutja ime të jetë e fryqshme dhe ai të dënjoj të banoj në zemrën time, duke djegur vetveten me zjarrin e dashurisë së tij dhe duke mbushur zbrastin me balsamin e ëmbëlsisë dhe të dashurisë. Shpirti i Marisë ishte gjithashtu një shpirt i gëzuar. Ajo kishte pirë thellë nga burimet e shëlbuesit të saj. Prej nga ne duhet të nxjerrim ujë me gëzim, sa të mos përshkohej nga mendimi i atësisë së hyjit, i cili gëzohet kur sheh bijtë e tij të lumtur në të mirat që ai u ka dhënë dhe në veprat të mëdha që ka bërë për ta. Sa shpesh ajo kishte lexuar në psalme: Magnificavit Dominus facere nobis cum, facti sumus laentates. Zoti bëri gjëra të mëdha për ne, dhe ne u mbushëm me gëzim. Dhe kështu ajo shpërthen në këngën e saj të ngazlimit, kur takon kursherirën e saj të shenjtë, Shën Elizabetën. Shpirti im e madhëron Zotin, dhe shpirti im gazlen në hyjin shëlbuesin tim. Dhe në këtë ajo përmbushte edhe urdhrin që i u dha nga engjëlli, sepse mësojmë nga Shën Sofroni se fjala që përdori Shën Gabrieli në përshëndetjen e tij, të cilën ne e përkthejmë të falemi, në origjinal do të thotë gëzohu, dhe ai shkruan: Kur ky engjëll i bekuar u dërgua te Vizhra shumë e pastër, çfarë tha? Me çfarë fjalësh shpalli lajmin e lumtur të shëlbimit? Të falemi plot hir, Zoti është me ty. Dhe me të vërtet ishte e përshtatshme që shpallja e gëzimit nga hyi të fillonte me fjalë hareje. Dhe kjo është arsyeja pse engjëlli e përmend gëzimin së pari, sepse ai e dinte frytin e arshëm të mesazhit të tij dhe se biseda e tij me Vizhrën do të sillte gëzim për mbar botën. A mund të gjejmë ndonjë gëzim apo dritë si ajo e kësaj përshëndetjeje drejtuar nënës së bekuar të gëzimit? Gëzohu nën e gëzimit më shumë se qiellor. Gëzohu ti që ushqen gëzimin në lartësi. Gëzohu o zonjë plot me gëzimin e ngushëllimit. Gëzohu o ti që sjell gëzim të pashuar. Gëzohu o thesari fshehtë që shpërndan gëzim të pashprehshëm.
Gëzohu o burim shumë i bekuar, që derdh gëzim të pashtershëm. Gëzohu o hambari hyjit, i mbushur me gëzimin e përjetshëm të amshimit. Gëzohu o pemë e bukur, që jep frytin e gëzimit që jep jetë. Gëzohu o virgjër nën e hyjit. Gëzohu o mrekulli, që pas të gjitha mrekullive mbetësh më e mrekullueshmja. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjt hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nëna e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynueshëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildisht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka e beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës truzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Dëgjana ne, o Zot. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po ngasi moshenjtja nëna i hyjit. Mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë për të gjitha rreziqesh. Zoja jon dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, biri tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne o shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. I jep në ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit,
e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmentit të amshuar në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues, ndërsa përfundojmë këtë reflektim mbi visarin e përshpirtshëm, jemi të ftuar të shikojmë në pasqyrën e jetës së Zojës së bekuar dhe të mësojmë prej saj artin e të qenit të zbrazët nga vetvetja dhe të mbushur me hyjin. Ajo është shembull i shpirtit që nuk e mban hirin për vete, por e lejon atë të përhapet si aromë e ëmbël në jetën e të tjerëve, duke na drejtuar gjithmonë drejt Jezu Krishtit, burimit të çdo hiri dhe shenjtërie. Le të kërkojmë prej saj hirin që zemrat tona të mos jenë të mbushura me vetveten, por të bëhen një visar i përshpirtshëm, i hapur për praninë e Zotit dhe për dashurinë ndaj të tjerëve. Zoti ju bekoft dhe ju ruajt gjithmonë. Visari i përshpirtshëm, loto për ne.